Si të gjitha botrave, paqja dhe mëshira Allahu qofshin për pejgamberin ton alayhi salam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtar të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Xhamat i dashur, xhamat shumë e respektuar, sot është dita e xumës, alhamdulillah. Alhamdulillah dhe falenderojmë Allahun gjithmonë në fillim dhe mbarim që na ka mundsuar me ardh edhe këtë xumë e me dal unë para xhamatit, e me ardh ju me gjithë dëshirë dhe vullnetin më të madh me ndëgju fjalën e Allahut. Prandaj e lutim Zotin të e ban kabul namazin e xumës. E lutim Allahun e Madhnueshëm që neve të na mbron nga azabi i varrit e të na mbron nga shoqëria e keqe. Lutim Allahun e Madhnueshëm që të sëmurët tanë të i shëron, të vdekurit tanë të i mëshiron, atyre të abën varët një kopsh nga kopshet e xhenetit. E lutim Zotin xhamat që fëmijët e to, të cilët i duam shumë, Allahu të i ruan, të i drejton në rrugën e drejtë, dhe mbi të gjitha, lutim Zotin që fjala jonë e fundit e dal prej kësaj bote me ukon, duke e thonë me zemër, me bindje, me plot dashuri, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, amin. Në xhamat, sot do të bëjmë një shkëputje nga ajo çfarë jemi duke spjegu javët e kaluara. Zot do të ndalemi me një datë shumë historike, një datë me vlerë për ne si popull, e cila besoj se duhet të ndahet edhe këtu disa minuta në xhamin tonë për të përkujtuar atë festë të madhe 113 vjetorin e pavarësisë. 113 vite pavarësi. Lutim Allahun e Madhnueshëm që gjithë ata që kanë kontribuar dhe kontribuojnë ende me pasurinë e tyre, me dijen e tyre, me shëndetin e tyre, me trupin e tyre, Zoti të shpëlojnë gjithë ata, e inshallah synimi jon pra të jetë ajo çfarë duam gjithë ne. Sigurisht unë e kuptoj pra në ata çfarë është e jona pra etnike si popull, që më në fund të realizojmë ëndrrën e secilit nga ne, që nga lindja deri në ekzistimin e kësaj bote. Atëherë xhamat, dashuria ndaj vatanit është e lindur te njeriu. Dashuria ndaj dheut është e lindur tek njeriu. Ajo është dhuratë e Zotit, edhe e Zoti e ka qëndis pra në shpirtin dhe në zemrat tona. Prandaj njeriu ka do që të shkon, asnjëherë nuk shuhet ajo nostalgjia dhe malli për vatanin e vet. E me që tham këto dy fjali xhamat në fillim para juve, sigurisht tani më e bëjmë një ndërlidhje me ata çfarë neve na siguron dhe na këshillon feja jon në respektin, në mbrojtjen, në zhvillimin, në përparimin e një vatani, si që kemi na praktu si popull në përgjithësi kudo që jetojmë. Feja është domosdoshmëri për njeri, pra nuk mundet njeriu të jetoj pra pa fe. Nëpërmes fesë xhamat ne njohmi ekzistencën dhe njohim krijuesin dhe njohshmërinë e Allahut. Prandaj duke vepruar sipas fesë, atëherë arrim virtite të larta, mbajmë lidhjet farefisnore. Duke vepruar sipas fesë, na arrim virtite të larta e mbajmë lidhjet farefisnore. Mbajmë raportet e mira me njerëzit në përgjithësi. Pastaj rritet ndjenja e përgjegjësisë. I dashur xhamat, feja e mundson që njeriu të jetojë në paqe, në harmoni dhe siguri, sepse ajo ndikon që të luftohen të këqijat dhe padrejtësitë. Ndikon nëpërmjet fesë xhamat të largojmë krimin dhe në këtë mënyrë me fen bëhet që na të urdhërojmë për dashuri, për respekt, për bashkëpunim. Prandaj ajo gjitha që u përmendet dhe gjitha ajo që do të përmendet derisa të kësën kjo botë, një sen duhet me ditë xhamati jon, edhe e din bindshëm xhamat, se nuk ka të bëjmë feja jon vetëm me anën shpirtërore. Ke pa disa kur na thirrin neve, leje ti feja personale, e pastaj kur dalësh pi xhamis nuk ka feja me ty, jo xhamat. Ne I themi xhamatit ton, feja është me ti edhe në xhami, edhe në rrugë,
edhe në vendin e punës, edhe ku të shkosh musafir, edhe kur ti pësh në kerr, edhe ku të shkosh te mjeku, edhe ku të shkosh te mjeshtri, feja me ti është pra në çdo porë të jetës. Prandaj xhamat, kushdo që ka mendu se feja ka të bëjë vetëm me anën shpirtërore, merr një parë spi, edhe ti ban dhikr, edhe u kri që ti po del një besimtar i mirë. Jo xhamat, na duhet ta kuptojmë se feja nuk ka të bëjë me adhurimin ndaj Allahut vetëm në xhami dhe vetëm në shtëpi. Por një send e din xhamati jon bindshëm se është program i jetës nga lindja deri në vdekje. Kjo është feja xhamat. Është program i jetës nga lindja deri në vdekje. Feja xhamat përfshin segmentet e jetës. Edhe ata duke pas parasysh se e siguron pra dhe neve në urnon në edukimin shpirtëror. Pastaj feja ndikon dhe urdhëron në arsimin dhe shkencën, në edukatën dhe kulturën, artin dhe politikën, ekonominë e biznesin, martesën dhe jetën bashkëshortore, shitblerjen e tregti e gjana tjera që ndoshta nuk i kemi në hatër këtu mi përmend tu para juve. Prandaj, këtë që to lëmi që i përmendëm, feja pra jo vetëm që i përshtatet, por edhe ndihmon xhamat, por edhe ndihmon më të madhe që tamam dalë një tregtar i mirë, të dalësh një bashkëshort i mirë, të dalësh një shkencëtar i mirë, një edukator i mirë, pra me fjalë tjera, feja ti dhe mu në ndihmon në arritjen e sukseseve tona. E pastaj xhamat, në kuadër të kësaj, është shumë normale që edhe krijesa njeri të edon pra vatanin e vet. Edhe kjo buron pra nga urnat e kësaj feje, me dash vatanin e vet. Në shembull më të mirë e kemi xhamat, kuptohet pejgamberin tonë alayhi salatu wassalam. Dhe pejgamberi Allahu xhamat kur e ka lëshu Mekën, ka kthi kokën edhe një herë, edhe e ka shiku Mekën dhe ka thonë, kur asni kuptohet për në Medinë, ka thonë se vendi bukur që je, se dashur më je. Me këto fjale ka fillu, se vendi bukur që më je, edhe se dashur që je, sepse populli nëse nuk do të më nxirrnin me dhunë prej teje, kur nuk do të kisha pranu me banu në një vend tjetër. Vetë kjo fjali xhamat e pejgamberit tonë alayhis salam në mëson se edhe pejgamberi Allahut kuptohet shumë normale, po ja që jam mësim për ne që edhe ai pra e ka desht vatanin e vetë. Atërë xhamat, përderisa përmendëm atë dashurin e Muhamedit alayhis salam për Mekën, ai kërkoi që t'i futet në zemër edhe dashuria edhe për Medinën e nderuar. Dashuria për dheun është begati nga ana e Zotit. Kështu duhet kuptohet. Dashuria ndaj vatanit është begati prej Zotit. Edhe kjo dashuri e ban që besimtarit ti qetësohet zemra e tij, shpirti, të mallëngjehet njeriu, edhe kujtojmë atë lutjen e Ibrahimit alayhis salam, çfarë ka thonë pra Allahu në Kur'anin e Kerim, bëj që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për të. Ka bo dua Ibrahimi alayhis salam, o Zot, bëri që zemrat e besimtarëve të mallëngjehen për të. Edhe na po këtë duhet me bon xhamat, me bon edhe me mbjell të fëmijët e tonë, që të mallëngjehen e ta dojnë pra vendlindjen tonë, ta dojnë në këto vendin tonë, ku çdo neve që mundohet me na bind, se një vend tjetër është më i mirë se këto, e me harru dheun, e me harru Karaban, e me harru Kojshin, e me harru gjitha, edhe me thonë nuk ban, ka bo gabim xhamat, ka bo gabim, edhe nëse e bin tjetrin mos me dash pra këtë vend. Kur them ka bo gabim, kjo i bie ki njeri pra ka hi në mëkat. A dheu xhamat duhet të ndërtohet dhe të zhvillohet. A kemi hadith, argumente për këta? Po kemi. Pejgamberi jon alayhis salam ka thonë kështu: 7 gjëra janë të cilat
prodhojnë apo japin shpërblime edhe njeriu kur është në varr. 7 gjëra japin shpërblime, japin sevape, edhe atar kur njeriu është në varr. E para ka thënë pejgamberi i Allahut, kush mëson pra dituri, kushdo që ka mësu dikand dhe vazhdon me mësu, ki njeri pra e don vatonin e vetë. Vete një mushaf, pastaj ka thënë pejgamberi i Allahut, edhe kush lëm pas vete një fëmijë i cili lutet për të. Xhamati jon ka me thonë kështu, kush ndërton një xhami e kush ndërton një shkollë, kush ndërton një shkollë xhamat, e mendoje pra xhamat, mendoje unë edhe ti që Zoti ti të ka falë fëmijë, qofshin gjem apo vajzë ato, dhe edhe mundohesh me eduku, ata rritë, shkollohen, punsohen, krijonin familje, edhe ndal nga dal ti të vend pram pleçnia, mos harro se ki fëmija hajrit që kilon ti pas vete, edhe kja një shenjë se vërtet është dashuria ndaj Allahut, begati e madhe nga ana e Zotit, po të njëjtën kohë ti e mundu me ndërtu e me zhvillu pra vendin tënd. Xhamati dashur, dashuria për vatanin është një ndjenjë njerëzore e natyrshme, të cilën Islami e ka theksu dhe e ka thellu dhe i ka dhënë kuptim shumë të gjerë. Kushdo që don për vatanin është një natyrshmëri që Zoti ka vendos pra në shpirtin e njeriut. Një ndjenjë xhamat që e lëviz shpirtin dhe shpërthen zemrën nga dashuria për vatanin. E kjo dashuri xhamat e ban që njeriu sa do që të kalon nga një vend në vendin tjetër, përsëri pra ai atë e merr malli për vendlinjen e vet. Vatani xhamat, për çeu një fjali që kështon një njeri i ditur, është kujtesa e njeriut, aty janë të dashurit, aty janë shokët, aty janë prindrit e paraardhësit. Kështu definohet dashuria jonë ndaj vatanit. Imam Ghazali në librin e tij Ihya Ulumuddin, kur ka fol pra në këtë kontekst që jemi duke spjegu, ka thonë kështu: njerëzit e kanë zakon të duan vendin e tyre, edhe pse ai mund të jetë i shkret dhe pa popull. Dashuria për vatanin, pastaj ka thonë, është një instinkt i thellë në shpirt që e ban për njeriu të ndjehet rahat dhe të dëshiroj të qëndroj aty, edhe të ndjej nostalgji kur është larg. Pastaj ka thonë, dhe të luftoj për të kur është i sërmuar, edhe të zemërohet kur i bëhet padrejtësi. Këtë fjali pra e ka thonë Imam Ghazali. Unë e lexova sepse nuk jam në gjendje krejt me majt në mend këto 4-5 vija. Kur e ndalemi dhe analizojmë xhamat, Zoti ka bo zakon të duam vendin ton, edhe pse ai mund të jetë në vend i shkret dhe i pa popull. A ke pa ti xhamat, edhe unë edhe krejt, në kara mundësia me hec në për shumë vende. Ke pa një shtëpi të mirë, ke pa një rrugë të mirë, ke pa shumë sene të mira. Edhe kur je kthi tamam në shtëpinë tonë, e shka ki thonë, besoj se e ki thonë edhe unë ata shka them edhe ketë në shka thojna. Me shku përsëri në shtëpinë tonë, për një vetën rahat edhe mirë. Që hecë xhamot, unë jam i bindshëm se kemi hecë në shumë vende, po tamam që je kthi në shtëpinë tonë, e ki ndjej vetën rahat. E ki thonë, e s'ka më mirë se me shtëpinë tonë. Me shku një mazdar këtë dikon, kur po kthehen në shtëpi, loç ke shtëpi. Po filani be shka kishte shtëpinë, po filani be e ka, jam kanë me një shtet, je konti me një shtet. Mirë, po kur kthehesh këto, sigurisht unë kam po atë bindje, ajo nostalgjia për vendin të ban ti si besimtar pra të duash për vendin tanë. Imam Dhahebiu, duke numëru disa prej gjërave që i pëlqente Muhamedit a.s. ka thonë kështu: Muhamedi a.s. e donte Aishën, e donte babain e saj, e donte Usamen, e i donte din nipërët e tij,
e donë të mbërsiren e mjaltin, e donë të malin Uhud, edhe e donë të vatanin e tij. E donë të malin Uhud, edhe e donë të vatanin e tij. E ki parasysh xhamat, çfarë ka pëlqi dhe ka dash pejgamberi jon alayhi salatu wassalam. Atëherë xhamat, një përjetim shpirtëror që duhet ta ketë për secili njeri të mbjedhur thellë në shpirtin e vet. Largimi nga vatani është një sprovë e madhe për popullin tonë. Edhe me dekada ki populli jonë pra ka qenë i detiruar për me lishu vatani. Ka pas presion politik, kur dim se shumë prej tyre kanë marrë azil politik. Shkaqet ekonomike kanë qenë pra të detirueshme, të randa shumë të vështira, edhe me lishu vatanin. Edhe në të kohë xhamat para 30-40 viteve, vetëm i Zoti i shtëpisë ka lishu vatanin. Ai ka dalë, kalon e vladët, e kalon gëru, edhe ai ka dalë e ka punu. Edhe kur e mendon atë mund, atë lodhje e sakrifis, gjitha që i ka bo xhamat, gjitha ato që i ka bo. Edhe atë mallëngjim që e ka pas për e vladët e vet edhe për gruan e vet, me vite. A nuk është kjo një shenjë e madhe e dashurisë që ka ai gurbetçar për vendin e vet? Sigurisht. Vetëm Zoti din të shpërblen gjithë atë mund e sakrificë që e kanë bën pa gurbetçarët e tonë. Po flas ti jesh më drejt edhe për zemrën që e kam, po flas për gurbetçarët e katunit tonë. Kjo është shumë në rregull xhamat, kjo është shumë në rregull. Mirë po, tani me keqarje po e them, nëse më kuptoni drejt, më keni kuptu drejt. Nëse ti e kupton sipas tekave tua dhe qefeve tua, ti je i lirë xhamat. Me keqarje po e them, tani mo dalja nga vendi, jo që kemi doni presion politik, nuk kanë doni presion në shtipja politike, jo që kemi ndjekje nga pushteti si atëherë që ishte, edhe tash nuk ka më ajo. Që tash dalja në gurbet është bo paksa si në mod, kështu po shprehem qartë edhe shkurt edhe shqip. Është bo pak si në mod me dal e me lishu pra vatanin. A ka rësijet tim, a ndoshta i ka rësijet e veta. Sepse nuk është e pamundur, gjithve na ti dëgjojmë arsijet kush se cili që pe lishon pra vatanin e vet, edhe pole edhe po shkon në gurbet. Por një send ajo shka na dhem neve dhe se cilin që ka linë këtë vend, e që ka shoqërinë e vet, e ka shtëpinë, e ka tokën, i ka gjitha ato xhamat. Ajo shka është me e keqe xhamat. Shkollat e tona po zbrazën o burra. Shkollat e tona po zbrazën me të madh. Shumë klas janë mbidhur e shumë klas nxanës janë pakur xhamat, me të madhe largimi nga vendlinja. Me keqarja xhamat po themi shumë baballar e shumë nana kanë mbetë të vetëm. Ato që po i njohim e që po i dim. Shumë baballar e nana kanë mbetë të vetëm, njëri gjallë ka dalë, tjetri ka dalë, çika ju ka martu, edhe ai ka met vet xhamat. Ka met vet ai që ka arë në kohë pleqënis, që ka arë në kohë në pleqënis, kur ai ka nevoj për një mohabet, kur ai ka nevoj për me qunë doktor, kur ai në baba dhe nëna jonë ka nevoj me adhon një goj buke, e pastaj me vetë se i ka halët, kur ai ka nevoj me marë për dore e me pru deri në xhami, kur ai ka nevoj me marë dikon me qunë, me pa e me uru, me fjalë qera mu kon afër babës dhe nënës. E tash ata që po e lishojnë vatanin xhamat, ata që po dalin, unë ndoshta gabim jam. Po them ndoshta gabim jam. Arsjetimin e vetëm kur bisedojnë me të rit, pse po e le venin, s'ka këtu perspektivë. Nëse unë edhe ti xhamat nuk punojna për këtë vend të mirë, për me bo mirë, kështu po tham, kja vend i mirë e duhet me punu për me bo mirë. Nëse na nuk punojna, atëherë xhamat kush do të punoje? Kush do të punoje për mu bo mirë ki vendi jo në mirë? Ata tritet tonë që po dalin atje,
Ato nuk e kanë nurenin a gjenë Zvicrë, në Gjermani, në Norvegji, ku e di. Ato s'kanë shku me nuren, renin e kanë gjetë, ato dvenit e kanë nurenin o burra. Na s'kina drejt mu livdu, ki pa që shash në Gjermani. A mëse ki nu t'i renin? Jo, që tërkush e ka nurenin, ti duke zbatu. Na duhet mu mundu o burra, na duhet mu mundu edhe na këtu me përmisu gjendjen tonë, sepse duesh mu qu në mëngjes e me vera me mendimin se ki vendi jo nga vendi mirë. Këtë vend duhet me desh të burë. Them me keqarje o burë, me keqarje kur dëgjojmë pra të rit e trejet e tona përlëshojnë vendin. Arsjetimi neve na japin gjithmonë se gjithmonë duke thonë na po dalim për të mirën e fëmijëve tonë. Për të mirën e fëmijëve tonë. Din pyetja xhamat, e fëmijët e tonë që janë këto, shka janë fëmijët e tonë? Kujt janë ato fëmijë? Kujt janë ato fëmijë? Na aspja dëshmi të mirën e fëmijëve tonë e vetëm ju pja doni ja? Po si do tjetë xhamat? Si do tjetë? Një pikë qëtër po e përmendi tane. Një pikë qëtër po e përmendim. 113 vite pavarësi. Po them kështu sepse edhe nëse na kemi në 113 vjetorin e ka vetëm Shqipëria, po them kejt si popull zbashku gjithë e kemi. Kejt si popull, sepse kur e kemi një Shqipëri të fort, edhe ne jemi fort të burra. Kur e kemi një Kosovë të fort, edhe ne jemi fort. Kështu duhet me ndodh. Dhe kur analizon, sa njerëz kanë sakrifiku për shembull me pasurinë e tyre. Sa njerëz kanë sakrifiku me pasurinë e tyre, duke ndihmu jetim e studenta, duke ndihmu njerëz fukara me vite, me dekada, apo një shekull e 13 vite, një shekull e 13 vite. A nuk ka kjo një luftë e vërtet që dikush ka luftu me pasurinë e tyre? Dhe ende po vazhdo në burra. Pastaj, kur e mendojmë dhe kur analizojmë thjesht kështu, për këtë vend o burra, për këtë vend njerëzit kanë dhënë jetën. Sa thua numri i dëshmorëve, bashkë kam qef me ditë, praforësisht sa mundet më kanë numri i dëshmorëve, prej atëherit e deri në ditën e sodit. Dikush pra ka dhënë jetë, dikush ka dhënë më dashën e tyre, edhe pastaj unë me gjetë një arsyetim, vetës po i tham, po shkoj se s'ka këto. S'ka këto rroga e vogël duhet me dalë diku në Zvicër. Po burra, është e vërtetë se rrogën mundesh me vonë në Zvicër 5000 franga, ama që këtë xhamat kur nuk e kam unë hiç absolut. Ato nxënësa për 24 vite për vete po foli për fëmijët e ju, për nipa, për mesa, mbi 600 nxënësa kur se kisha vonë në Zvicër. Këtu e kam u burra, këtu e kam unë. Përderisa dikush ka dhënë edhe jetën dhe tani ka marrë emrin dëshmor, sa është në rregull, pastaj unë mu arsjetu, po du me lënë këtë vend se këtu nuk bëhet mirë. Prandaj gjithmonë duhet me analizu ata që dikush ka dhënë shumë, e pastaj na duhet me vazhdu me bë mirë e më mirë, se vërtet a ki vend i cili neve na don dhe ne duhet me dashur të burra këtë batonin tonë. Atëherë duhet ta përmendim kështu. Për fund me pas shumë qartë, me që e kemi shumë qartë, me manifestimet e sotit që mbahen dhe gjithë ajo që tani më promovohet nëpërmes rrjeteve tona sociale. Kush secili pra uron 28 nëntorin, secili sipas kontributit dhe një lutje të mirë. Kush secili që kujton për shembull filani që ka kontribu. Këtë kjo janë rregull, një histori e pamposhtur për popullin tonë burra. Një histori e cila duhet të rikujtohet. Mirë po lind pyetja xhamat. Çfarë roli dhe çfarë ndikimi ka manifestimet? Manifestimet janë shumë të mira. Ne e kujtojmë pra gjithat kontribut që kanë bërë të parët tonë. Kjo janë shumë në rregull. Por një sen duhet ta përjetojmë nana. Na duhet pjesë e jetës sonë, qëtë ajo që të me vazhdu, burra, me vazhdu. Mos me metë në gjithmonë me i përmend të parët tonë, filani. Pastaj kur dhe gjali jonë, e nipi, e stërnipi, e mbesat tona, e ato me thonë, po mirë, unë e kam pas një babën tem, e gjishin tem, ty përmejnë ato të partë. Këto shka banë.
Pastaj dikush me thonë këto shkabanën, që me thonë dikush pas ditë gjeneratave që vinë me thonë, po filani ka sakrifiku me jetën e tij, ka ra dëshmor. Qetri ka dhonë mundin dhe lodhjen në arsim, ka punu 40 vite o burra. A dini çfarë do të thotë me majt një mësuesi jon 40 vite ditarin dorë, e me majt lapsin e shkumsin 40 vite. A dini çfarë do thotë sot gjenerata kanë dalë? Prandaj ne duhet mundohemi xhamat dhe të përpiqemi kushdo që promovon vlera pozitive. Dhe vërtet gjithë na sot kemi uru. Ne duhet përpiqemi që ta ngrisim vetdijen tek rinia jon. Se ki vend pra është i mirë dhe duhet ta bëjmë edhe më mirë. Pastaj ai që ka pasuri duhet të investoj, apo thonë më drejt xhamat, në ato organe shtetërore që kanë marrë votën tonë, atë duhet për atë të investojnë vendin tonë e mos ikin rinia jonë. Pastaj, arsimi, ngritja e vetdijes lartë e popullit jonë, në arsimim dhe në shëndetësi, të jenë pra në vendin e duhur dhe shkollës t'i kthehet imazhi i saj pozitiv që duhet me pas. Prindi duhet të edukon fëmijën e vet o burr. Kushdo që proklamon dhe kushdo që thot vërtet unë e du për avatanin, ti edhe unë e kemi obligim pra me eduku fëmijët e tonë. E ke eduku fëmijën tanë, e do avatanin tanë e burra. A interesohesh për fëmijën tanë, a fiton pasurin me halal, e don avatanin tanë. A interesohesh për fëmijën tanë për të shkolla, në mbledhjen prindrore, e do avatanin tanë e burra. E këshir fëmijën tanë në kampo shoqërosh, ti e do avatanin tanë. A mundohesh për fëmijën tanë me asiguru për ekzistencën, shkollimin, një shtëpi, një kushte materiale, e don ti avatanin tanë. A çon fëmijën tanë ti në xhami me armë me mësu, e do ti avatanin tanë. Këto janë ato shka tamam t'japin ti shenja pozitive se vërtet ti e don për avatanin tanë. Prandaj ne si besimtar duhet ta kemi parasysh se nuk mjafton vetëm një manifestim. Kjo është shumë në rregull, por duhet mundohemi me kush secili sipas mundësive me dhon pra kontributin e tij për me desht edhe për mu tamam mu vendos një herë për gjithmonë. Edhe se herë që dikush promovon pra antivlerën ke shoqërinë, nuk është i dashur për neve o burr. Nuk është i dashur për neve. Kushdo që promovon zhveshje, e kushdo që promovon antivlera në pirjen e alkoolit, në gjërat negative që ka të bëjnë pra me moralitetin apo gjëra tjera, këtë këto janë kundër atyre burrave që kanë dhënë gjakun për këtë vend. Në vëllazër. Kushdo një shtëpi që ndalet edhe me orë të tëra, e këshir Big Brother, ai nuk ka të përbashkët me varët e dëshmorëve gjenartë. Absolut nuk ka të përbashkët e që. Kushdo që e lishon programin, edhe e zen orët e vona, ki nuk ka drejt me thonë, nuk ka drejt morale, me thonë, ne kemi varrezët e dëshmorëve najtë aqë. Ki nuk ka drejt morale, absolut. Wallahi bilaj, kur e kam pas se Signalneti e ka lishu, unë i kam fshitu di kanale. Edhe pse nuk shiret, i kam ignoru ato burra, edhe duhet i ignoroni ato. Më pëlqeja deklarate ati hoxhës kur kishtë thonë, përmendoj deri ku kemi mri na xhamat, 55.000 vetë i kanë këshirë ato të fletë ati. Shka po manë ti që janë të fletë, e ti shka po këshirë ato të fletë. Apo jo do këtë pak si i vramë në krije kinjeri, apo jo? Ato të fletë, ti mi këshirë pëse ato po flenë. Që kanë ato fletë? Po shka po përfitonë në burra? A ka në regullë e burra? A kjo në regullë? Edhe Big Brotherit, edhe sot për shembull Ismail Qemali. A ka të përbashkë? Edhe Big Brother, edhe Adem Jasharin. A shkojnë të dhja bashkë? Nuk shkojnë në burra. Nuk shkojnë, absolut. Wallahi bilaj nuk shkojnë. Kur, heq. Ajde ngrisim vetë dijen tonë të popullit jonë. Familjet e tona. Mi thonë gjallit e lëqikës tonë, mi thonë, qere, nuk ka vend këto.
Këto janë të shturur o burra. Këto janë njerëz që i japin imazhin e keq neve si popull. Na kemi nevojë që djali dhe vajza jon të arrijnë suksese, ka diplomu, qetri një zanat, qetri a shmartu, qetri e ka një fëmijë, qetri a bën gjysh. Këto këto janë elemente pozitive që i japin pra dikujt një pasqyrë të mirë dhe të realt. Dikush ashfaros me këtë familjen, dikush këtë me familjen e këshir Big Brother. Kjo është e papranume që mod. Vallahi kjo e papranume, kjo me keqardhje po e them, prandaj është ndorën tane që ti edhe one me fshinjat kanal. Me fshinjat kanal, mos me shku me pagu, po mi thonë fëmijës tanë, këshire, e she ato burra, kanë dhanë gjithë shka për neve, edhe na duhet pra me vazhdu në forma ndryshme me kontribu për këtë popull. Du të përfundoj xhamat me një fjali që e ka thonë Nafiz Ali Korça, ka thonë kështu: pa moral, pa fe e pa dije, kombi nuk qëndron. Pa moral, pa fe e pa dije, kombi nuk qëndron. Këtë fjalit madhe e ka thonë në Kepra hoxha i madh Nafiz Ali Korça, anjëherë burra, urime gjithve popullit, urime gjithve shqiptarëve 113 vjetorin e pavarësisë, inshallah e gëzojna ata çfarë po kena na qef pra. Ajo shpara origjinalja të cilën gjithë ne e duajmë, po na duhet punojmë, a me arrin inshallah fëmijët e tonë gjenerata e dyta apo e treta, sigurisht ata do të arrin ata çfarë gjithë ne e dojmë, ajo harta e keni parasysh për cilën hartë janë të fol. Allahu gjithëve ata që kanë kontribuar dhe kontribuojnë i shpërbleft, Zotin e rujt nga ligë të këqija. Allahu e boft kabul namazën e xhamas, walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha.